Është ndarë nga jeta në moshën 79 vjeçare aktori dhe regjisori i njohur shqiptar Gjergji Lala. Lajmi ka sjellë dhimbje te familjarët, miqt, kolegët dhe ardashësit, të cilët humbën një nga emrat e njohur të skenës së ekranit shqiptar. I lindur në Lushnjë, Gjergji Lala ka lënë gjurmë në teatrin dhe kinematografinë shqiptar përmes interpretimeve të shumta. Një nga rolet më të spikatura të karrierës së tij ishte ai i Mihal Gramenos në filmin Liria Vdekje, rol që e bëri të njohur për publikun shqiptar. Prej vitesh ai jetonte në Itali, ku vijoi aktivitetin artistik duke marrë pjesë në filma dhe telefilma të ndryshëm. Megjithatë, lidhjet me vendlindjen nuk I shkëputi kurrë. Sipas artistëve lushnjanë, me dëshirën e shprehur prej vetë artistit, trupi I tij do të prehet në vendlindje pas mbërritjes nga Italia ku jetonte prej vitesh. Gjatë karrierës së tij artistike, Gjergji Lala interpretoi në një sër filmash të njohur të kinematografisë shqiptare, mes të cilëve Tokë për gjakur, Nusja dhe Shtetërrethimi, Liria Vdekje, Gjurmë në Faltërsi, Në prag të lirisë, Shtëpia jone mbërbashkët, Një emër midis njerëzve dhe Lumi që nuk shtëron. Ndarja e tij nga jeta përbën një humbje të madhe për artin shqiptar dhe për qytetin e Lushnjës, që I dha vend një artist me kontribute të çmuara në teatr dhe kinematografi.